Mirëdita, mirëmbrëma të gjithëve. Shumë faleminderit, është vërtet kënaqësi që vi këtu edhe ju shoh kaq të shumt edhe po ashtu kaq pozitiv për atë që na pret. Dua ta rimarr edhe unë aty ku e la Krashniku, duke e nënvizuar dhe unë faktin që në këtë rrugtim drejt 11 majit, së bashku me Ervinin e përpjekur që të bëjmë një skuadër sa më përfaqësuese të Qarkut Beratit, dhe padyshim që më vjen edhe mua shumë mirë, jo vetëm Krashnikut, që për Kurçovën kemi 2 djemë të shkëlqyer, por pa pretenduar që t'i jap Ervinit certifikatën e gjendje civile në Kuçov, ju them që e kemi diskutuar edhe ai e di shumë mirë, madje me shumë përgjegjësi edhe me shumë kënaqësi, e ka marrë përsipër që të jetë drejt për drejt edhe përfaqësuesi juaj në Kuvendin e Shqipërisë, në kuptimin që të qëndroj më pranë se çka qëndruar gjatë kohës që ka qenë në kryet Bashkisë Beratit, ku i ka tërhequr krava vetëm nga Berati. Unë dua t'ju them disa gjëra, por në radhë parë dua ta nis nga Kuçova. Kuçova e ka mbështetur historikisht pa rezervë Partinë Socialiste, dhe për hir të vërtetës më vjen mirë që nuk e kemi marrë mbështetjen tuaj si diçka që e kemi në xhep, po përkundrazi, kemi bërë jo aq sa do të donim, por pa diskutim aq sa kemi mundur që ky komunitet i mrekullueshëm ta ndjej vëmendjen, ta ndjej mbështetjen, ta ndjej edhe ndryshimin që ka prekur të gjithë Shqipërinë. Dhe sot, edhe këtu ku jemi, të gjithë bashku, jemi në një hapësirë publike vërtet shumë të bukur. Ka qenë një dëshirë, ka qenë një kërkesë e komunitetit tuaj për ta krijuar këtë hapësirë publike në rrënojat që ishin këtu deri ca kohë më parë. Dhe ju siguroj, pa as më të vogël dyshim, se ne do vazhdojmë ta mbështesim këtë komunitet të mrekullueshëm, do vazhdojmë ta mbështesim Bashkinë e Kuçovës me gjithçka që do të mundemi, dhe do vazhdojmë të mbështesim Qarkun e Beratit në tërësi, sepse tani më Qarku i Beratit ka hyrë në një dinamik të re dhe ka nevojë për mbështetje, por nga ana tjetër, si e gjithë Shqipëria, edhe Qarku i Beratit, edhe ky komunitet, edhe çdo familje, ka nevojë nga mandati unikatër për diçka ende më të madhe. Dhe ajo diçkaja ende më e madhe është përmbushja e një misioni historik për popullin shqiptar, për Shqipërinë. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dua t'ju jap vetëm 2 shifra për të kuptuar në aspektin financiar, edhe pse në këndvështrimin tim nuk është aspekti më i rëndësishëm i këtij kapërcimi historik për Shqipërinë, por gjithsesi dua t'ju jap 2 shifra. Në rrugtimin e këtyre 3 mandateve, ne kemi pas mbështetje nga Bashkimi Evropian, pa diskutim. Dhe ka qenë një mbështetje që ka ardhur në rritje. Por nëse ju a them si shifër,
ne kemi marrë nga Bashkimi Evropian diçka më shumë se 1 miliard euro. Diçka më shumë se 1 miliard euro, nga të cilat 90% janë kredi. Kredit buta, por sidoqoftë janë borxhe. Ndërkohë që me antarësimin në Bashkimin Evropian, Shqipëria do të marrë të njëjtën shumë paka shumë, 1 miliard e diçka më shumë euro çdo vit. Dhe ndryshimi tjetër do të jetë që nuk do të jenë 90% kredi, por do të jenë 90% kontribut i asaj shtëpie të përbashkët për Shqipërinë. Dhe shifra tjetër që dua t'ju jap lidhet me bujqësinë. Ne kemi ecur më shumë se asnjëherë tjetër, qysh se ndryshuam sistemin në sektorin e bujqësisë në këto vite. E tregojnë këtë të gjitha shifrat dhe të gjitha faktet e sektorit. Dhe edhe në këtë progres, Bashkimi Evropian ka pasur kontributin e vet. Kemi marrë shumë më pak në të vërtetë se sa 200 milion euro mbështetje, por sidoqoftë duke pas parasysh nevojat e bujqësisë, duke pas parasysh dhe mundësitë tona, ka qenë një shumë e konsiderueshme. Ndërkohë që me antarësimin në Bashkimin Evropian, Shqipëria do të marrë për bujqësinë vetëm, për fshatin, 300 milion euro në vit. Dhe e gjitha mbështetje e drejt për drejt dhe jo kredi. Unë besoj që këto dy të dhëna mjaftojnë për të kuptuar se me hyrjen në atë shtëpi, ne, si vend, si antar të rinj të Bashkimit Evropian, me njëherë bëhemi me një buxhet ekstra. Përveç buxhetit që krijojmë nga të ardhurat si rezultat i rritjes ekonomike brenda vendit, ne do të kemi çdo vit dhe një buxhet ekstra, që është buxheti që Bashkimi Evropian jep për të gjitha vendet që hynë në kategorinë e përfituesve, sepse ajo është një shtëpi të pasurish. Dhe aty janë dy kategori. Janë kontribusit, që janë shtetet e mëdha, shtetet e fuqishme, shtetet e zhvilluara, më shumë se sa të gjithë tjerët, Gjermania, Holanda, Franca, e kështu me radhë, dhe janë shtetet e tjera, siç do të jetë dhe Shqipëria, që janë përfituesit. Kjo do të thotë që ajo shtëpi funksionon tamam si një familje ku për ata që janë më të vegjël, për ata që janë më të dobët, që ka nevojë të rriten, që ka nevojë të forcohen, familja kontribon në mënyrë të drejtë për drejtë. E pra, për të kuptuar se sa e rëndësishme është zgjedhja që do bëjmë në 11 maj, duhet kuptuar edhe një diçka tjetër. Ajo shtëpi nuk e ka derën të hapur ore çast. Thash, ajo është një shtëpi të pasurish. Janë 27 vende dhe dera nuk hapet pavarësisht sa mund të trokazësh ti, duke thënë duhet hy, duhet hy, duhet hy. Dhe ajo derë hapet vetëm kur të 27 ata që janë brenda bien dakord që të hapin derën, dhe ata bien dakord kur kanë interes të hapin derën. Qysh nga dita e parë, kur ne kemi hyrë në këtë rrugë të kalimit nga diktatura në demokraci dhe nga izolimi në Europë, ne kemi dashur të hymë në atë derë. Por, është hera e parë, qysh nga dita e parë, që edhe Bashkimi Evropian do që ne të kapërcejmë pragun e asaj dere dhe ka hapur derën për ne. Ama duhet pasur parasysh që ajo derë siç hapet dhe mbyllet. Ajo derë është hapur, kanë hyrë antar të rinj, është mbyllur, për vitet tëra është hapur prap, ka hyrë dikush tjetër, është mbyllur, dhe ne na është dhënë mundësia që të ulemi në tavolinë, të fillojmë negociatat me Bashkimin Evropian dhe të mbyllim negociatat brenda vitit 2027. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë më parë.
për asnjë shtet tjetër nga vendet ish komuniste. Askujt negociatat nuk i kanë zgjatur 3 vjet. Ne kemi filluar vjet, kemi edhe 2 vjet tjera punë shumë intensive për të mbyllur, por për të tjerët kanë zgjatur shumë më tepër. Dhe kjo vjen si rezultat i faktit që ne kemi bërë çmos që kur derat hapet ne jemi gati, por dhe i faktit që Bashkimi Evropian sot ka interes që të rrisë numrin e antarëve të vet dhe Shqipëria gjendet sipas tyre, jo sipas meje, më e përgatitura për të hyrë në atë shtëpi. Keni parasysh që kur ne e morëm detyrën, Shqipëria ishte në fund fare. Ishte kur i thonë vrima e fundit e kavallit. Kur në fillimet e kësaj rruge, kur unë takoja udhëheqësit e Bashkimit Evropian, ndjehesha tamam si kur takon dikë që gati sa sta thot mbaro tani se kam punë tjetër. Shqipërinë nuk e besonin, Shqipërinë nuk e respektonin, Shqipërinë nuk e vlerësonin. Sot Shqipërinë e besojnë, e respektojnë dhe e vlerësojnë. Tani, pse unë them që 11 maj është një takim me historinë për popullin shqiptar? Dhe pse unë them që ky është momenti kur shqiptarët duhet të bëhen bashkë që t'i japin një shtys shumë të fortë negociatave dhe që të hyjmë në Bashkimin Evropian pa lënë që derat na mbyllet dhe të mbetemi jashtë për vite të tëra. Pse? Sepse negociatat nuk janë as pak një punë e lehtë. Ne kemi 1000 njerëz nga ana jonë që punojnë çdo ditë për negociatat. 1000 njerëz që janë të ndarë në shumë grupe që mbulojnë çdo sektor. Ekonominë, drejtësinë, arsimin, shëndetësinë, gjithçka, mjedisin, ajrin, ujrat, peshqit, zogjt, të tëra. Nga ana e tyre, 1000 të tjerë në Bruksel, edhe ata të ndarë, ujrën në tavolinë dhe janë mbi qerek milion faqe me rregulla, me standarde, me kritere, me masa, me ligje, për cilat ne duhet bijem dakord. Dhe mbasi bijem dakord, atje duhet vim këtu, në Tiranë, edhe duhet t'i vullosim këtu si rregulla, si vendime, si masa, si kritere, si ligje. Tani, e parafitëroni ju që ne negociojmë në Bruksel. Bijem dakord atje, vim këtu, shkojmë në kuvend, edhe duhet t'i shkojmë basavazit disa të tjerëve. Atyre që do të nxjerr këneta në breg, apo atyre që shfaqen nëpër Shqipëri si parti të reja, që të re kanë vetëm moshën e kryetarëve të tyre. Parti të reja që në lista e mbyllura kanë xhaxhallar, kanë teze, kanë halla, kanë krushqira, edhe thoni kemi vënë aty se s'kemi besim ne te njëri tjetri. Parti të reja që thonë nëse ne do të na vi në dorë kjo punë, ne do shkojmë në zgjedhje parakoshme, nuk do lejojmë që Shqipëria të ketë qeveri. E kuptoni ju? Do me thënë, nga një anë ne duhet të fusim Shqipërinë në Bashkimin Evropian, duke dëshmuar këtu vendosmëri, shpejtësi, unitet. Nga ana tjetër, çfarë do bëjmë? Do i themi atyre, shikoni se kemi me kënetën disa probleme? Çfarë kënete do thonë ata? Po çfarë do bëjmë? Kemi një kënet me një specie të veçantë, dhe kemi dhe ca tjerë që duan zgjedhjet parakoshme. Kjo gjë do të bëj vetëm një gjë. Do të mbyllet dera. Edhe pastaj, kush e di sa vite mund të presim. Prandaj, po ja u them shumë drejt për drejt ju dhe gjithë atyre që na ndjekin. Këto zgjedhje dhe ky mandat nuk është për mua personalisht, nuk është për karrierën time, nuk është për
shumicën ton të thjeshtë. Është për shumë më tepër se sa kaq. Dhe arsyeja pse unë ju them që duhet një mandat i 4 për Partinë Socialiste është sepse këtu bëhet fjalë për të përmbushur një mision historik, një mision i cili e ka zanafillën e vet tek profecia e heroit ton kombëtar, Skënderbeut, i cili është profeti i historisë sonë dhe i cili duke vënë barikadën për të mbrojtur perëndimin nga lindja e përcaktoi edhe fatin ton, si fat të lidhur me perëndimin dhe jo me lindjen. Dhe pastaj, shekull pas shekulli, profecia vajti në duart dhe në mendjet e rindasve. Ata na e lanë me shkrim, për ne shqiptarët dielli lind andej nga perëndon. Dhe pastaj kaluan të tjera kohra, shumë të vështira, derisa ne gjendemi sot këtu. Një hap larg realizimit të një ëndre e cila lidhet me diçka të drejt për drejt, konkrete, shumë të thjeshtë. Me dinjitetin. Me dinjitetin e barabartë si europian që jemi ndër popujt më të vjetër këtu në mes të Europës dhe që në jetë të jetëve fati, rruga jon, komplikimet e historisë sonë, mendjet e mbrapshta brenda nesh na kanë bërë që të mbetemi si popull i dorës dytë, i parë nga lart poshtë nga të tjerët, ndërkohë që me hyrjen në Bashkimin Evropian ne bëhemi përfundimisht një popull i barabartë evropian me popujt e tjerë evropian, jo vetëm me zakon, po edhe me ligj. Dhe ju dëgjoni ata që thonë, po mirë, ç'është kjo histori, 3 mandate nuk mjaftuan për të na futur në Bashkimin Evropian, tani ka dalë Edi Rama nëpër Shqipëri, thotë duhet dhe një mandat tjetër. Pse nuk mjaftuan 3 mandate, e pse do mjaftojë një mandat tjetër? Po, këtë e thonë ata që ose nuk e din, ose nuk duan ta mësojnë se si funksionon ajo shtëpi, shtëpia e Bashkimit Evropian. Dhe ka një shpjegim shumë të thjeshtë. Nëse kjo do të ishte një çështje e imja dhe e jona, dhe nëse kjo do të lidhej me ndonjë mungesë aftësie nga ana jonë për të hyrë në Bashkimin Evropian, atëherë duhet i gjejmë një përgjigje pyetjes, po si ka mundësi që Mali Zi, që i ka hapur negociatat YH, përpara se sa ne të merrim detyrën në 2012, nuk është akoma antar i Bashkimit Evropian. Po si ka mundësi që Serbia, e cila i ka hapur negociatat në 2014, kur ne nuk ishim ende kandidat, nuk është akoma në Bashkimin Evropian. Po si ka mundësi që Maqedonia e Veriut që ndroi dhe emër dhe u bë kandidate në 2005, këtu ka plot vajza dhe djem që nuk kishin lindur në 2005, nuk ka hapur akoma negociatat. Përgjigjja është shumë e thjeshtë, sepse ajo shtëpi e hap derën jo vetëm kur do ti apo kur je ti gati, po kur dhe ata që janë brenda 27 aty janë gati që të fusin brenda. Dhe sot ne që e kemi nisur nga fundi dhe kur e kemi nisur ne, Mali Zi nuk duke, ishte shumë përpara, Serbia po ashtu, e kemi lëmë mbrapa Serbin dhe jemi në pragun e derës, krah për krah me Malin e Zi. Tani, nëse prindrit e sotëm që kanë një vot në 11 maj, marrin parasysh diçka që thuhet në një shprehje të mençur që kush voton, voton dhe për ata që nuk kanë mbushur ende moshën për të votuar. Dhe marrin parasysh se çfarë i duhet nga vota e tyre, fëmijëve të tyre, atëherë nuk do të kenë më asnjë dyshim se çfarë mund të bëjnë ata sot për fëmijët me votën e tyre, më e mira që mund të bëjnë,
është që ta investojnë atë votë që fëmijët e tyre të marrin pasaportën evropiane të Shqipërisë. Dhe që fëmijët e tyre, duke marrë atë pasaportë, nuk marrin një dokument udhëtimi tjetër si ai që kemi, që kur hym në Europë na ndalojnë, edhe na vënë anash, e fillojnë na bëjnë pyetje ku po vete, sa lekë ke me vete, a do rish në hotel, ku i ke rezervimin, sa do rish, kur do ikësh. Por një dokument që është një status i ri qytetarie europiane. Dhe që do t'i bëjë shqiptarët, që të gjithë që për herë të parë në historinë tonë të mos jenë më të huaj në Europë, por të jenë europian të barabartë me të gjithë europianët e tjerë. Ka disa që thonë, po ç'na duhet ne pasaporta europiane, ne jemi në Europë. Flasin nga jashtë kufive. Nuk e kuptojnë që kjo nuk është e vërtetë. E para se kjo mund të vlejë vetëm për ata që kanë marrë pasaportën jashtë kufive, por që përsëri kanë qenë detyruar të marrin pasaportën e një shteti tjetër, të marrin një shtetësi të huaj. Ndërkohë që pasaporta evropiane e Shqipërisë bën që në çdo vend të Europës ti jesh i barabartë me çdo kënd që ka pasaportën atij vendi. Dhe konkretisht ju e dini shumë mirë që se jam i bindur që keni familjar, keni miq, keni të afërm fshinj në Greqi, për shembull. Në Greqi sot ata që morën rrugët në fillim janë në hangthin e pensionit. Dhe duan me çdo kusht dhe me shumë të drejtë që tër vitet e punës, e sakrificave, e mundit, të kaluara në emigracion, të njihen edhe të mund të marrin pensionin. Për të bërë këtë njohje të pensionit duhet që qeveria jonë të merret vesh me qeverinë greke, siç u morën vesh me qeverinë italiane më në fund, dhe që mori aq shumë vite. Dhe ne kemi filluar të negociojmë me qeverinë greke. Është një marrëveshje shumë e vështirë sepse shqiptarët janë shumë. Atje Greqia nuk është Italia, nuk i ka kapacitet Italisë dhe fatura financiare nuk është e vogël. Por ka një rrugë tjetër që mund të jetë shumë më shpejt. Rruga është që shqiptarët të marrin pasaportën evropiane të Shqipërisë. Në momentin që ti zotron atë pasaport që shkruan Bashkimi Evropian, Republika e Shqipërisë, ty të njihet automatikisht çdo vit pune që ke bërë në Europë, pavarësisht se je në Greqi, në Itali, në Finland apo në Portugali. Dhe jo vetëm të njihet çdo vit pune, por ti je në gjendje që të bësh menjëherë njohjen e pensionit në vendin tënd dhe anasjelltas. Pra, çdo gjë funksionon automatikisht. Dhe me atë pasaport, shkurt fjala, shqiptarëve të Greqisë ju marrin fund të gjitha llojet e radhave të pritjeve për lloj-lloj dokumentash, lloj-lloj letrash, jo qëndrimi, jo puna, jo pensioni, sepse janë qytetar evropian në truallin e Europës dhe nuk ka rëndësi se është Greqi, se është Shqipëri, se është Spanjë, se është Itali. Pra, e thënë ndryshe, siç niseni ju nga Kuçova dhe shkonin Berat, apo nga Berati në Tiranë, apo nga Tirana në Shkodër, dhe askush as ju ndalon t'ju thot ku po shkon, askush nuk ju ndalon të qëndroni sa të doni, askush nuk ju ndalon të kërkoni punë. Kështu ndodh kur ke pasaportën evropiane. E njëjta gjë që do thot me antarësimin në Bashkimin Evropian, ne kemi një Shqipëri të re, një Shqipëri të madhe sa BE-ja dhe një BE të vogël sa Shqipëria. Dhe pa dashur t'ju lodh
Më shumë, duhet ju them dhe një arsye tjetër, shumë të rëndësishme, pse na duhet antarësimi në Bashkimin Evropian. Ju e dini shumë mirë që një nga argumentat, ose jo argumentat, po një nga pretendimet e kënetës edhe të moçalishteve rrotullsaj, është se ne nuk e meritojmë konsideratën e një mandatit 4, sepse pas kemi gjysmën e qeverisë në burg. E para njerë që kjo nuk është e vërtet, por dhe sikur të ishte e vërtet, nuk po i hy diskutimit dhe ashtë se është e vërtet. Është e vërtet, plotësisht, që qysh se ne i hymë detit në këmbë për të bërë reformën drejtësi, shqiptarët po shohin diçka që nuk e kam parë që nga viti 1912. Që kur u krijua shteti shqiptar, pati një princ që e solli nga jashtë, pastaj pati një tentativë për të bërë një republikë, pastaj u bë një mbretëri, pastaj u bë diktaturë komuniste, pastaj i filloi një tranzicion demokratik. Në të gjitha këto kalime, shqiptarët nuk pan kurrë një njeri të lidhur me pushtetin, që të shkonte para një prokurori të pavarur të jepte llogari,